a i mendonte se duke qenë se jemi babaxhan, jemi të mirë, jemi rahat, bjeri këtij se kombinohet mund kokë, sepse atë problemin që do mbi bek, hajde. Nuk duja, si ajdo në të. Problemi që do mbi bek, se jemi të upa atje në. Kemi televizor. Shop, po. Në televizor, ku t'ju? Se ti më thjesht. Problemi që do mbi bek, nuk do jetë imediat dhe frontal të unë. Do jemi të përzim, edhe do të hajnë e tjetër. Ajo gjëja që ndodhi mbrëm, a mendon ti se ishte e rastishme? Absolutisht jo. A është ardhur nga ulet ajo ufoja, hapet, edhe t'japi një diçka në dorë që dali aty ku duhet. Dhe mbrëm është cënuar për mua personazhi që ndodhi, që ishte më negativi tek ajo mbledhja që na futi ai brenda. Na futi brenda, ai na bëri rreshtove, kot fare. Klasa 2 erdhi mësuesja, hajdeni, ne shkojmë futemi brenda. Ua, nuk erdhi, ja futa. Kot. Në komplet kot. Dhe ama personi vetëm nga gjithë 14 që reagoi më keq, ai e hëngri ditën tjetër. Sa është dhe qik me... E vërtet, po. U përfshi, se ke hëngër dhe ti, se më duket vite se s'po ha. Se aty e në ti, në loj. Por, po flasim për atë. Ai u përfshi në, si po themi, në nominimin e parë për eliminim. Për mbarim gjës. Duhet të shoh në ditën këmbështrim që ju shef ajo atë. Duhet dalësh aty. Jo, s'ka gjë, po para kamerës nuk del atë. Do jesh është... Nështë kamera më del aty. Jemi duke folur po. Duhet shoh televizor. Si dhe qiko orarin këtu poshtë. Martonin. Tani, se du të përsëris dhe je. Tani, a i personazhi, Seno, nuk e kishte imagjinu kur që mas ati lloj debati do shkonte në gjotinë. Si po shko dhe ti, se ke imagjinu kur. Jo, kam imagjinu. Jo direkte, për dje. Ku e dishe ti se do në thashu? Jo ashtu, por edhe po t'ishe nominime kështu të përgjithshme dje. Ajo, atë e dim gjithë. Atë e dim gjithë, se gjithë jena në lojë, gjithë jemi o bo. Po ti nuk e dije që të përfundoj ashtu. Me të rriti jo. Por nuk e dije që të përfundoj ashtu, të përfundoj. Asë një se dinte. E vërtet po. Por, a i rastisi të momenti i gabuar, të vëndi i gabuar në situatën e gabume. Ngeci, ke hyti, se të futën, në vla, juve ju kanë futë. Neve na futën po.